që për arrestimit të Hashim Thaqit dhe krerëve të tjerë të UÇK-s. Trajtimi që i është bërë kësaj çështjeje në publikun e Tiranës dhe Prishtinës ka qenë ose emocional ose instrumentalizuar për përfitim politik. Në realitet, arrestimi flagrant dhe i ashpër nuk ishte gjë tjetër veç se një përgjigje politike, një ndëshkim për veprimet që Hashim Thaçi kishte ndërmarrë në momentin kur përgatitej ndjekja penale e tij dhe e krerëve të UÇK-s. Që do të niste faza e gjykimit kjo diej, e dinte edhe vet Hashim Thaçi, pasi e ka pranuar publikisht në takime ndërkombëtare dhe ka rënë dakord për ngritjen e gjykatës speciale. Hashim Thaçi, dhe kjo nuk është një teori konspirative, por fakt publik, vendosi t'i kundërvijej këtij pakti të pranuar dhe të bashkëpunonte me administratën Trump në një përpjekje që solli çarjen e madhe SBA Gjermani. Në vitin 2019, Hashim Thaçi la në mënyrë demonstrative mbledhjen e Angela Merkel në kancelarinë gjermane dhe shkoi menjëherë në ambasadën amerikane në Berlin ku takoi Richard Grenell. Vetëm një muaj më pas, kancelaria gjermane e shpalli Grenellin persona non grata dhe e dëboi nga vendi. Grenell dhe Thaçi u bashkuan në një lëvizje të fortë që Donald Trump synonte ta realizonte jashtë kornizës së marrëdhënies me BE-n për marrëveshjen Kosovë-Serbi, ndërkohë që Hashim Thaçi mori premtimin se në këmbim do të mbyllej gjykata speciale. Pikërisht për këtë arsye ndodhi arrestimi i ashpër i Hashim Thaçit në momentin kur po nisej drejt Washingtonit, një arrestim që sipas analizave politike ka marrë urdhër nga Gjermania, e cila financon jo vetëm gjykatën speciale, por edhe struktura të tjera në Kosovë dhe Bosnjë, dhe ka pasur miratimin e strukturave të Departamentit të Shtetit dhe Drejtësisë amerikane, apo të ashtu quajturit Deep State, që nuk ishin në një linjë me Trumpin. Këtë e ka artikuluar dhe një nga njerëzit më të afërt të Hashim Thaçit, Baton Haxhiu, i cili reagoi ashpër kundër Angela Merkelit, menjëherë pas arrestimit të ish presidentit të Kosovës. Mbajtja e Hashim Thaçit në paraburgim për një kohë kaq të gjatë u justifikua, siç thuhet edhe në akt akuzë, me pretendimin se në liri do të pengonte drejtësinë dhe do të kërcënonte dëshmitarët. Ndërkaq kërkesa për dënime deri në 45 vjet burg për secilin nga krerët e UÇK-s përbën një rrezik shumë më të madh se sa faza e parë e procesit. Akt akuza është përqendruar thuajse 90% në materiale të prodhuara nga Serbia, përkatësisht nga shërbimi sekret dhe policia serbe, të cilat e akuzojnë Hashim Thaçin dhe të tjerët për vrasjen e policëve apo ushtarakëve serb gjatë rezistencës së armatosur të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në thelb, sot gjykata speciale po kërkon një dënim maksimal për UÇK-n si organizator ushtarak, e cila ka qenë e njohur dhe aleate kryesisht e SBA-s, Departamentit të Shtetit, CIA-s dhe Pentagonit. E thënë hapur, po kërkohet që UÇK-ja të dënohet për aktet luftarake të kryera gjatë luftës, çka përbën një krizë të madhe politike dhe historike, e cila fshen një rrezik shumë serioz. Në këtë kontekst, sponsorët europian të gjykatës speciale duket se po komunikojnë në distancë me SBA-n, përkatësisht me Donald Trumpin, i cili shihet si i gatshëm të negociojë edhe me Rusinë për Ballkanin. Gjermania, Franca dhe fuqitë e tjera europiane duket se po luajnë fort, duke bërë të ditur se janë gati të ndalojnë çdo skenar shkëmbimi territoresh, nga Krimea dhe Donbasi deri në Ballkan. Madje mesazhi ndaj Donald Trumpit dhe Vladimir Putinit është se nëse Kosova do të përdoret si alibi për ndarjen e Ukrainës, Gjermania është e gatshme ta kthejë lojën në pikën 0, duke e rikthyer diskutimin e vitit 1998 dhe lufta e UÇK-s. Në këtë këndvështrim, ndëshkimi i krerëve të UÇK-s shihet si një pjesë e këtij paralajmërimi. Sot topi është në fushën e administratës Trump, e cila është e vetmja që mund të ndikojë realisht për shpëtimin e Hashim Thaçit, përmes një marrëveshjeje më të gjerë me BE-n për Ukrainën dhe Ballkanin. Nëse kjo nuk ndodh, fati Hashim Thaçit rrezikon të shndërrohet jo vetëm në një tragjedi personale, por në një ngjarje që mund ta kthejë kohën shumë mbrapsht për shqiptarët.